Mjalti me arra, receta mira vjeçare, ja sëmundje që trajton. Mjalti me arra mund të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrore dhe që është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzjeni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjaltë të papërpunuar. Mund t'i shtoni edhe lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjet e kokës, ulçrat e stomakut, lodhjen kronike, pagjumsinë, sklerozën e të tjerë. Përveç se ju jep të gjitha vlerat ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpastoj ju ndihmon të bini në peshë.